Të dashur vëllezër besimtar, sot e vazhdojmë pjesën Muhamedi alayhi salatu wasalam me shërbëtorët e vet, edhe me sklevëri, do të thonë koha e mëparshme që ka pat shërbëtorë dhe sklev. Unë sot ka dash me nis këtë ligjërat që fillimisht me falendëruar Allahin azza wa jall që neve na ka mundsuar që mos më kanë sklev të kërkujt edhe mos më kanë realisht, mos më kanë shërbëtor të kërkujt. Kjo është e para që duhet mi thonë Allahit azza wa jall, elhamdulillah që na ka mundsuar Allahu azza wa jall që mos më kanë në robninë e kërkujt. E dyta, do të thonë kena munduar në këtë ligjërat, do të thonë që nuk është shumë gjallë si ligjërat. Kena munduar që këtë ligjërat me konceptue, do të thonë shërbëtori, ne kena me rrit rolin e punëdhënësit, atij që ta jep punën, për shembull, ti si gast, edhe punëtori jot. Realisht, tash kena me kuptuar edhe hakin e punëtorit, edhe hakin e punëdhënësit. Do të thonë këtë frym kena me kuptuar, do të thonë këtë ligjërat se mbasi sot tani nuk ka shërbëtor, do të thonë tamam kuptimin e fjalë drejt, do të thonë shërbëtor që ti me blej dikan si njëri, po ne kena me kuptuar, do të thonë nejna shërbëtor çdo kujt, për shembull ti je shërbëtor te biznesi jot, ti je shërbëtor te puna jote, ti je shërbëtor se ti shërben në punë caktuar dhe punon për çat punë të caktuar. Dhe kena i pa hadithet që ka me ta ndryshuar realisht, besoj sot që ta ndryshon edhe jetën tonë nëse e kupton drejt, do të thonë këtë pjesën e ligjëratës që pejgamberi alayhis salam që sill me shërbëtorët e vet. E Muhamedi alayhis salam a dhe qysh punonte me, do të thonë me shërbëtorët e vet. Muhamedi alayhis salam me shërbëtorët e vet punonte sikur çysh punon baba me fëmijën e vet. Do të thonë nuk punoj ke sikur me pat e kije ti punëtorin tanë dhe punëtorin tanë ti me dhunu ditë për ditë. Muhamedi alayhis salam e ka trajtu çdo punëtor, çdo do të thonë ai ndihmëtar që i ka çdo skllav, e ka trajtu, a di çka ka trajtu? Në formën më të mirë të mundshme. E çish trajtohet në formën më të mirë të mundshme? Kur ti e këshir sikur fëmijën tanë. Çish e këshir fëmijën tanë? E këshir me dëmshuri. E pejgamberi alayhis salam i ka këshir me dëmshuri këtë punëtorët e vet. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam nuk baj këtë dallim as me shërbëtorit, as me punëtorit, as me ndihmëtarit. Do të thonë, asnjëra kategorinë nuk baki dallim, sikur të shu trajtojke me fëmijët e vet edhe me atërrithin e vet në gusht që e kishte. Shembull konkret është Zeid bin Harith, para mendone. Vallahi çka të ban me kuptu se sa nejna larg realisht atyve që japna punën. Do të thonë, Zeid bin Harith veç për çka arsye se pejgamberi alayhis salam nuk ka bë dallim. Do të thonë nuk ka bë asnjë lloj dallimi, do të thonë me fëmijët e vet, edhe me shërbëtorët e vet, që këtë e boni Zeid bin Harith që me favorizu pejgamberin alayhis salam më shumë se familjen e vet. A ka sot dëni punëtor që e do gazdën e vet, e favorizon gazdën e vet më shumë se sa shka e do të thonë familjen e vet. A ka dënja? Do të thonë shumë zorë është me dash dënja. E Zeid bin Harith, shoku i pejgamberit alayhis salam, për çka arsye e ka favorizu, edhe e ka dash. Do të thonë pejgamberin alayhis salam, do të thonë më shumë se sa familjen e vet. E dashur vëllezër besimtar. Muhamedi alayhis salam nuk e kishte problem që me shëtit robin e vet ose robneshën e vet. Transmetohet se një vajzë e rrinë nga Medinja, për shembull, një vajzë e rrinë nga Medinja, e ka marrë pejgamberin alayhis salam për dorë, e ka për dorë, edhe ka hec misos punët e veta dhe ka shëtit na për Medinë. Për shembull, Muhamedi alayhis salam se kishte problem, do të thonë me dal me hec me punëtorin e vet. Sot gazda, do të thonë punëdhënësi, biznesmeni me dal me punëtorin e vet, kiamet mot. Do të thonë mendon se nëse ka dal ti në çmosh me punëtorin tan. Pejgamberi alayhis salam su kthejke në shtëpi derisa i soste këtë punë, do të thonë shërbëtori vet. Ne e kuptojna këtu se punëtorit li më kryti angazhimet edhe punët e veta që i ka, nëse automatikisht, kjo është interesant. Nëse punëtori prej teje kërkon, do të thonë ti më kry punët e veta, do të thonë shka e kije në mbikëqyrjen tonë, ti si gazd, nëse ja kry ti ki përngjasu pejgamberit alayhis salam. Çdo njeri prej neve është nevojli mi përngjasu pejgamberit alayhis salam. E Muhamedi alayhis salam hante ushqim me punëtorët e vet. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu ku thoshte kur shërbëtorët u servonin ushqimin, do të thonë këshirne, kanë pasur përpara punëtor që ja kanë servuar ushqimin. Tash më na e marrën një shembull sikur me restorantat. Kamarieri, kuzhinieri me gazdën. Për shembull thëke, kur punëtorët ja servojshin ushqimin, ja bishin ushqimin dhe nuk i linin mu ul, do të thonë nuk i linin mu ul brenda ku tavolin bashkë me gazdën. Pejgamberi alayhis salam thëke, nëse nuk i linin mu ul, spaku jepja një kafshat ose dy kafshata pi bukës së i të hak. Para mendone, do të thonë nuk e ka lënë pejgamberi alayhis salam pa e dhënë edhe një shkollë tjetër që jepi bukë punëtorit tan piç asaj që hati.
e dashur vëllezër besimtar, se cila është arsyeja për mi dhënë ushqim që aty na shkata bjeti bukën, se ai është mundu nxehtësinë e bukës, tu e gatu bukën, ka ardhur ta ka pru bukën. Për çfarë arsye? Do të thotë pejgamberi alayhis salam ka thonë që edhe mos lakmoje, po edhe e ka duru, do të thonë sprovën, automatikisht që ty ta ka bë bukën. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam ju urdhënonte me i trajtu me dignitet. Për shembull, Marur ibn Suwejit thotë që ky hadith i pejgamberit alayhis salam është për ata të cilët edhe i shajnë, edhe i rrefin punëtorët e vet. Do të thonë ky hadith është hadith kërcënues i pejgamberit alayhis salam për ata të cilët e shajnë punëtorin e vet. Transmeton Marur ibn Suwejt thotë e pashë Abu Dharrin me një vend, thotë dhe kishte vesh një mantill, do të thonë njëti kishte të vesh edhe gazda edhe robi. Do të thonë edhe punëtori teshat e njëjta, edhe gazda teshat e njëjta. E pyesin thonë, pse e ke veshur Abu Dharr të njëjtën tesh, e ka veshur edhe punëtori jot? Thot në këtë rast Abu Dharri thot se kam abuzu edhe ja kam shajt nanën, para mendoj, ja kam shajt nanën punëtorit tem. Kur lajmi i shkoi pejgamberit alayhis salam, do të thonë që ja ka shajt punëdhënësi, do të thonë punëtorit vet nanën në këtë rast, shkon lajmi te pejgamberi alayhis salam, edhe Resulullah alayhis salam ky çfarë fjali i thot? Thot o Abu Dharr, e shan, do të thonë atë duke ja shan nanën e tij, ai t'i ja shajt nanën për një atia. Abu Dharri thot po ja Resulullah, thot gabova që ja shajta nanën atij. Pejgamberi alayhis salam thot ti halak ki, do të thonë cilësi të ignorancës, ti halak ki cilësi kur si ka një udhëzum. Edhe vazhdon një hadith i pejgamberit alayhis salam ku thot vëllezërit e tu janë shërbëtorët e tu, çat punëtorin tan ti e ki vllavin tan. Thot që Allahi i ka, do të thonë Allah ja ka bëu që çaj punëtori jot mos më kanë gazojot, po më kanë punëtori jot, do të thonë ti Allah të ka dhënë pushtet mbi atë. Thot prandaj nëse ndonjëri prej juve ka një nga vëllezërit e tij në urdhrin e tij, thot le ta ushqeje me ushqimin që ushqehet vet e para, le ta veshje me teshat që veshet vet dhe mos i kërkoni atij me bë diçka, do të thonë me bë diçka për teja mundësisë që ai mundet me bë. Këtë hadith kena me kuptuar dy kuptime. Ndihmonë në kryerjen asaj, do të thonë detyre, nëse ti jep detyrë jashtë asaj që i marr vesh. Shkolla e parë që e marr në këtë rast. Nëse ti ja shon punëtorit tan nonën ose e shon punëtorit tan halon zemrën tane, ka pjesë të ignorancës edhe pjesë xahilietit të madh. Ti kur ja shon nonën punëtorit tan, ta di se e kishajt nënën tane. Vallahi billahi, ai i cili ja shon nonën dikujt, sidomos punëtorit tan, ti automatikisht e kishajt nënën tane. Pejgamberi alayhis salam i tha Abu Dharr, o Abu Dharr, halal ti kije tragë dhe cilësi xahilietit. E shkolla tjetër cilën e marrim dashur besimtar është që mos e ngarko punëtorin tan për te asaj që i marr vesh. Për shembull, ti i marr vesh me punëtorin tan që e punu kamarier. Kur të vjen punëtori jot, mos e ban ti punëtorin tan mi bëu edhe 10 punë ekstra. Mundet punëtori me të ndihmu nëse ke diçka ti nevojë. Edhe mundesh me çuti punëtorin me punu diçka më pak, do të thonë ose pak më tepër se sa puna që ja ke caktuar. Ama ti s'mundesh me çut punëtorin 10 punë tjera mi bëu aty i marr vesh me një punë caktuar. Nëse i marr vesh ashtu me punëtorin, do të thonë nëse i marr vesh ashtu me punëtorin, edhe i jep punë tjetër, jep ja edhe më tepër rrogën. E jo ti rrogën e njëjtë e 10 punë tjera jep vazhdimisht. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salam po mëson, nëse punëtorit, do të thonë e angazhon për të aftësive të veta, do të thonë ndihmoja pak punëtorit. Mos e le punëtorin kur ti jepsh një punë tjetër, me thon bane ti un jam gost. Jo, kemi anxhit punëtorit dorën çaty ku ai ka e pat nevojë, edhe çaty ku ti mundesh më lehtësua ti punën. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam i vizitoi ke punëtorët e vet smut, edhe ato që ishin jo musliman, e lema muslimant. Për shembull, transmeton Enes radiallahu anhu, një ditë një djalosh hebrej, do të thonë pi popullit hebrej, që i shërbente Muhamedi alayhis salam usmu keq, e Muhamedi alayhis salam shkoi me vizitu. Ul te kryja dhe i tha, te kryja ul dhe i tha, pranoje islamin. Edhe ky hebrej e këshiri babën e vet, edhe baba vet i tha, bindju e Bukasimit, do të thonë bindju që ti shka tu të fol, këtë rast bindju pejgamberit alayhis salam. Edhe në këtë rast ky djali e pranoi islamin, edhe mas i dul pejgamberi alayhis salam. Shkoi me pa pse asmu, e paramendoje, kur shkojsh ti shashif dikant që është smu, ai ta ngon ti çdo llafin tan. Pejgamberi alayhis salam shkoi pa që asmu edhe i tha, pranoi islamin, në këtë rast ai e pranoi me një herë islamin. E Muhamedi alayhis salam kur dul prej shtëpie e falenderoi Allahin azza wa jall, duke i thonë, "Këtë falënderimet i takojnë Allahut azza wa jall që më shpëtoi prej zjarrit."
Do më thonë që e shpëtoj qatë djalin e vogël, qatë hebrejin që e pështoj prej zjarit. Do më thonë, a e kështë pranu islamin, edhe e kështë ka përci moshën e pubertetit. Nëse kështë me vdek, pa e pranu islamin, automatikisht e kështë u gjennetit. E pejgamberi alayhi salatu wasalam ja dëshmoj se kur të shkojsh ti me pa dikan, edhe i fol, ai e pranon islamin, automatikisht ti e pështon pi zjarrit të xhenemit. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk i harroi ke ato asnjëherë. Për shembull, që kjo është edhe për xhamien, ndërlidhet me xhamien që i hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam, për ato që i pastrojnë xhamiat. Transmeton Ebu Huraira se një grua e zez, domethënë e zez, në likur e zez, thot e pastroi ke xhamien vazhdimisht, ditë për ditë e pastroi ke xhamin e pejgamberit alayhi salam. Një ditë Muhamedi alayhi salatu wasalam, kur nuk e pa që disa ditë mungoj këtu, e veti ku është ajo që e pastron xhamien, shokët i than ka vdekë ja Rasulullah. E pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha, a di pak naç, pse s'm keni kallëzuar që ka vdekë, që ajo që e pastroi ke xhamien. Në këtë rast Ebu Huraira transmeton, shokët e vet dashur mos mi kallëzu se nuk ka punë e madhe që ka vdekën një gruaje që e pastron xhamien. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kështu ka tha, ma kallëzoni ku e ka vorrin. Vorrin asaj gruas ma kallëzoni. Edhe shokët e vet ja treguan vorrin edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam shkoi ja fali xhenazën edhe masani tha, këto varre, do të thonë këto vareza janë të mbushura me plot errësirë. Nuk ka varr që ka dritë. Përveç atyve vorreve që Allah i ka bu kopshte pi kopshteve xhennetit. Edhe në këtë rast Allah azza wa jall u ndriçon atyre vorrët në moment kur unë ja u fali atyve xhenazën. Çka mundna me mësu pishti hadithit pejgamberit alayhi salatu wasalam. E para, pejgamberi alayhi salatu wasalam kështu me sa i mira kon. Do të thonë nuk e ka lënë asnjënin, nuk e ka dallu asnjënin i bardha i zi, punëtor, sklav apo i pasur, këti ka trajtu me mënyrën e barabartë. E dyta, te ky hadith e kuptojmë që vlera e madhe është ai i cili e pastron xhamien. Nuk ka marrë me pastron xhamien. Nuk ka marrë me marr fshisën e strujës marrë me pastron xhamien. Nuk ka marrë për llogët e xhamies me mbledh. Puna më e ndershme që mundesh me bën me Allahun tonë. Edhe në lagjën tonë është me ardhe pastruti xhamien. Do të thonë pikë hadithit e kuptojna. Edhe e treta është se duhet me lajmëru kur të vdesë dikush. Pikë hadithit çto tremsimi i marrna. Nuk mundesh të më majt ka dek dikush sekret. Nuk ka sekret puna e vdekjes. Ka vdek dikush publikohet se filani apo filania e birit filanit ka vdek, lip me lajmëru vazhdimisht. Edhe për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wasallam u ndjej pak naç pse si kanë kallëzuar pejgamberit alayhi salatu wasallam se ka vdek filani i biri filanit. Muhamedi alayhi salatu wasallam pyeste për gjendjen e atyve dhe nevojat e atyre. Për shembull, transmeton Ziyad ibn Ziyari, shërptori i fisit Banu Mahzum, ai kishte thonë, një nga gjërat për cilat Muhamedi alayhi salatu wasalam i pyeste shërptorët e vet ishte, a keni nevojë që t'u plotësoj nevojat e juve? Për shembull, a di cilët biznismena janë biznismenat më të hajrit? A dini cilët punëdhënës, gazdallar janë më të hajrit? Ato që interesohen që m'ja u kry nevojat punëtorëve të vet. Do me thonë, nëse ti si biznismen, si gazd, interesohesh për m'ja kry nevojat punëtorit tanë, pejgamberi alayhi salatu wassalam është shembulltyra jote se ti je të ndjek pejgamberin alayhi salam. E Resulullah alayhi salatu wassalam u interesojke për nevojat e punëtorëve të vet vazhdimisht. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhi salatu wassalam i urdhëronte ata që ti kërkonin çdo gjë që dëshironin. Për shembull, transmeton Rabia ibn Ka'b, isha me Muhamedin alayhi salatu wasalam një natë dhe i solla ujë për të marrë abdes. Para mendo, shërptori pejgamberit alayhi salatu wasalam i ka sill ujë pejgamberit alayhi salatu wasalam për të marrë abdes, edhe gjithçka që ju deshke pejgamberit alayhi salam. Edhe mas kësaj, Muhamedi alayhi salatu wasalam i tha, kërko diçka. Para mendoje, mi lip mi thon gazda punëtorit kërko diçka. Në këtë rast, shërptori dini çka i lipi. Valla nuk ja lipi as saltanatin e dunjos. Nuk ja lipi as parat e dunjos. Si ja lipi mjashtu rrogën. Po i tha, unë e kërkoj shoqërinë tënde në xhennet. Edhe pastaj e pyeti pejgamberi alayhi salatu wasalam, a ki diçka kërkesë tjetër jashtë kësajna? Tha, jo s'kam ja Rasulullah, veç do më kanë, do të thonë me ty në xhennet. E Muhamedi alayhi salatu wasalam i tha, atëherë ndihmo me të realizu këtë kërkesë duke bo sejdë ti shumë. Mësimi i parë që nxjerrna pikë këtij hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam është që a di çka është i njërin mas shumë ti në xhennet, edhe mas shpejt në xhennet. Ai i cili ban mas shumë ti sejdë. Do të thonë ai i cili balli vet mas shumë i bën sejdë.
Nuk mundet njëri me him formë tjetër në xhennet jashtë se balli vet mas shumë ti e ka pas sejdën. Do të thonë, nëse do ti me shku mas shpejti edhe me qenë shoqërinë e pejgamberit alayhis salam në xhennet, ta rekomandoj sipas hadithit pejgamberit alayhis salam që sejdës mos më ju do. E dyta si shkollë që e morna, a e shifni se shkaj ka kërku punëtori, do të thonë shërptori Muhamedi alayhis salam. Vallahi s'ja kërkoi saltanatin e dunjos. Ai ishte ndoshta nevojli mas shumë ti piketve me patën saltanat, me patë luks. Po ai ja kërkoi veç një sen. Ja kërkoi se e dike se ç'kjo botë ka me shku. A sot, a nesër, a mas nesër, çdo njëri për neve kena me shku. Ai e dike edhe ishte i mençëm, edhe thojke, unë e këtë dunjë ka me lanë një ditë. Po hajde ta fitoj atë botë që kur s'ka me lanë. E kjo është ahireti i Allahut edhe xheneti i Allahut azza wa xal. E Muhamedi alayhis salam urdhnoi që ata të paguhen më njëherë mas i tasosin punën. Për shembull, këtë hadith e keni një shpesher. Transmeton Abdullah ibn Omer ibn Khattabi, thot, Muhamedi alayhis salam ka thonë, jepja hakin punëtorit para se më ju tha djersa. Newawiu, kur e komenton që këtë hadith pejgamberit alayhis salam i bjen që punëtorit duhet, do të thonë, m'ia nxitu, m'ia dhon hakin edhe rrogën e vet. Këtu e kena një mësim. Mos luj me rrogën e punëtorit. Mos ja vano pa arsye punëtorit rrogën. Do të thonë, pejgamberi alayhis salam po të urdhnon që mos m'ia vanue rrogën punëtorit tan. Shumë biznesmena e kanë hu biznisin e vet si rezultat që kanë lujtë dhe kanë bo hajgare me punëtorët e vet. Për shembull, nuk mund është ti punëtorin tanë me marë edhe mi thonë, hajde të provoj disa muj, puno, masanejna, masit asu se punën ti e përzepi pune. Që kjo është me lujtë edhe mu talë me punëtorin. Pejgamberi alayhis salam po thotë, para se mi ju thotë djersa i bje, para se me ardhën, do të thonë, ose në ditë që e pagun, ose në njofë që e pagun, ose në muj që e pagun. E për këtë arsye dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam para më do çfarë para lajmërimi. 3 vetave Allah azza wa jall ka mi pat armik. Allah azza wa jall kështu nesh ka më thon, do të thonë nëpërmjet hadithit pejgamberit alayhis salam. Transmeton Ebu Huraira radhiyallahu anhu se Allahu ka thënë, do të thonë pejgamberi alayhis salam e transmeton se Allahu ka thënë, unë kam u kanë kundërshtari 3 njerëzve në ditën e gjykimit. 3 njerëzi Allah azza wa jall kam ju dal kundërshtar në ditën e gjykimit. E i pari kush është? Ai i cili e ban një marrëveshje edhe ban beje në emën të Allahit edhe në fund e thën marrëveshjen. Që kjo është i pari. I dyti, ai i cili, do të thonë, e punson ti një punëtorin tan, edhe ti ja merr punën, ai ta sus ti punën edhe në fund ti si jep rrogën. Që kjo është kërcënimi më i madh që Allah azza wa jall ka m'ia bë atyre të cilët nuk japin, do të thonë hakin punëtorit. Çti mrejna 1 muj, 2 muj, 3 muj, edhe automatikisht ti nuk e jep hakin. Edhe pika e tretë është ai i cili e shet një person të lirë në skllavëri dhe pastaj e konsumon çmimin, në këtë pikë nuk detajzohemi. Njëri prej komentatorëve të Kuranit thotë, Allahu ka më kon kundërshtari këtë atyve që, do të thonë, këtë zullumçarëve dhe këtë atyve të padrejtëve, ama çtyve 3 kategorive, Allah azza wa jall special ka më kon kundërshtari atyve në ditën e gjykimit. E këtu ne mësojna një mësim tjetër dashur besimtar. Ti i cili e shfrytëzon punëtorin, edhe nuk ja jep rrogën, banu hazër në ditën e gjykimit të Allahut. Ti i cili i ke hyn hak dëni punëtorit tanë, që Allah ta ka mundësu me patin e punëtore dhe ti ki hyn hak, banu hazër me dhon llogari te Allah azza wa jall për çat punëtorin i cili ja ki hang hakin atina. Do të thonë që ki hadith është që ti ki mu kundërshtu me Allahun. Allahu ka me qenë kundërshtari jo ditën e gjykimit, pse se ti ja ki hang hakin punëtorit tanë. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam para lajmëroi për gjykim mes tyre në ditën e gjykimit. Çiki hadith është për ata të cilët, do të thonë, një fjali e keni një ketë. S'po më jep hakin gazda, unë pe vedhi gazdën. Do të thonë çiki hadith është për këto që e vjedhin gazdën edhe automatikisht që gazda nuk jo jep hakin. Transmeton Aisha radhiyallahu anha se shkoi një njeri te Muhamedi alayhis salam dhe i tha: "Ja Rasulullah, i kam 2 robër që gënjejnë, do të thonë 2 punëtorë që më rrejnë. Thotë veprojnë pa besi ndaj meje dhe nuk mbinden." Do të thonë pejgamberit alayhis salam i thotë që më rrejnë edhe nuk mbindën punëtorët e mi. Thotë në këmbim të kësaj, kundërtën e kësaj, kur ato më rrejnë edhe s'u mbindën, unë i rrefi. Do të thonë i rrefi i misti rrej. Edhe në këtë rast pejgamberi alayhis salam do të thonë ja jep një mësim se ky e pyet çka puna jeme te Allah. Thotë ato vjedhin, ato bëjnë mu pa besi, thotë unë i rrej, çka puna jeme te Allah. Pejgamberi alayhis salam thotë tradhtia edhe mosbindja që ato ta bojnë
ka mu matë Allah, ka mu matë peshore. Ama thot ka mu matë edhe dënimi jot që ti ki rreti ato. Masane i thot, nëse dënimi jot është i barabart me mos bindjen që ato nuk të bindën ty, thot as ti s'ki kur gjo, as të kundërtanë, dhe më thot, as nuk ki më donu, as ki më shpërbly. Thot, në rast se dënimi jot është më i pakt, atëherë kjo do t'jetë më e mirë për ty, se ti kimi au marr atyve se vapët. Thot, por nëse dënimi jot është më shumë se sa ato që t'jam bin ty ose t'ka vjedh ty, thot, në këtë rast Allah i madhërisht do të marrë dënimin nga ti e do t'ja u jape atyve. E pas këtyve fjalëve u largu, do të thonë ky njeri edhe ja nisi me çajt. Çert te pejgamberi alayhis salam me pyet, e pejgamberi alayhis salam thot, Allah azza wa jall kush ka thonë? Thot, në ditën e gjykimit ne kena me vënë një peshore drejt. Thot, as kujt nuk kam ju bëhe pa drejt. Do të thonë, Allah i ka me ta mot çdo punën tane. Nuk ka me ta mot vetë sevapin tanë Allah. Allah i ka me ta mot edhe fjalën tane, ka me ta mot edhe niyetin tan, ka me ta mot edhe çat punën që e ki boti, ka me ta mot Allah i mirë. E pastaj Allah azza wa jall thot, dhe nëse vepra jote është sa një kokër e melit, sa një dridh, sa një cop, do të thonë gru i vogël, shumë e vogël, çka ti nuk e ze, thot, ne do ta sillim atë, mjafton që ne jemi llogaritës. Allah i ka me qenë llogaritës i çdo njanit prej neve për punët tona që i kena bëu vazhdimisht. E në fund ky thot, pash Allahu, ja Resulullah, thot, nuk shoh se ka diçka më të mirë për ta se sa të bëhem, do të thonë, ndahem prej tyre. Ji dëshmitar që i kam liru ato, do të thonë, ky i cili, do të thonë, këto robrit që i kam bëu zullum, ky i ka liru që mos t'i kece dhe mos t'i kece punë me ato. Këtu e kena qatë shkollën që e përmendëm fillim. Punëtori thot, gazda s'ma jep hakin, punëdhënësi s'ma jep hakin, ama unë e vjedhi. E në të kundërtën, gazda kur e ze, punëdhënësi kur e ze, do të thonë biznismeni kur e ze punëtorin e vet, që automatikisht punëtori vjet atë vjedh, ki nuk e jep rrogën. Tu dit janë gabim. Edhe punëtori që vjedh, edhe gazda që se jep rrogën. Shka li pe bon këtë rast gazda? Gazda lip mja dhën rrogën, ose nëse e di sa ka vjedh, ja minuson. Ama punëtori lip me qeni vëmenqëm, se nëse vjedh, vallahi bilaj, nuk ka me hik pi llogarisë Allahit azza wa jall. Do të thonë, nuk mundesh ti me dënu pse ai ti ka vjedh. Nuk mundesh me dënu ti më anal këtë rrogën. Për shembull, ai ti ka vjedh ti e 20 euro, ai e ka rrogën 400 euro, ti anal 400 euro rrogën. Mos i anal se ki me dhon llogaritë Allahit azza wa jall. Për këtë arsye, lip mu vetë disu edhe punëtori, po lip mu vetë disu edhe punëdhënësi. Do të thonë, tu dit li me qenë vetë disu në këtë rast. E dashur vëllezër besimtar. Muhamedi alayhis salam thojke që lip mja u falë punëtorve gabimi, do të thonë shërptorve. Transmeton përsëri Abdullah ibn Omeri, thot, shkoj një njeri te pejgamberi alayhis salam, edhe i tha, o i dërguari i Allahit, do të thonë, kam një shërptor që sillet keq edhe është i padrejt, thot, a duhet me rrej? Pejgamberi alayhis salam hesht. Para mendoj vet, a duhet me rrej? Hesht pejgamberi alayhis salam. Për s'dyti e vet, thot, ja Resulullah, thot, çështo, thot, a duhet me rrej punëtorin tem? Hesht pejgamberi alayhis salam, për streti herë i thot, a duhet me rrej, ja Resulullah? Pejgamberi alayhis salam thot, fale atë edhe nëse gabon 70 herë në ditë. Po kush gabon 70 herë në ditë? Shumë zorësh me gabu 70 herë në ditë. Kur e komentojnë dietarë që këtë fjalë 70 herë, e komentojnë me komentim interesant. Thojnë, nuk është qëllimi i numrit 70. Numri 70 as simbolike. Thot, po fale shumë punëtorin tan kur të gaboje. Kjo i bie në mësim tjetër. Sa herë ndodh ty me fal punëtorin tan? Mos e përzim punëtorin pi punën nëse e gabon një herë, dy herë, tre herë. Munoj ta falsh pak, e kupton, jepi tolerancë pak punëtorit tan. Mos u bane gazda që me një herë ai një gabim të më një herë nxjerr pi punë. Tolero pak. Pejgamberi alayhis salam po thot, fal shumë. Fal shumë sa ai ka nevojë që ka ardhur për ty. Te ti, ai nuk ka ardhur pi çefit me punu te ti, ka ardhur pi zorit me marr një rrok. E për këtë arsye dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam urdhëronte butësi, do të thonë thirrje. Për shembull, mëshira e Muhamedit alayhis salam erdh që sklavin edhe sklavën mos me thirr në emër. Për shembull, kur pejgamberi alayhis salam se ka thirr as sklav, as robresh. Çi ka thirr? I ka thirr në shqipni përdoret kjo fjalë. Çun ose çup, do të thonë, e kupton, me një fjalë përkthel se i ka thirr pejgamberi alayhis salam. E transmeton Abu Huraira, asnjëri prej juve mos i thojë robi im, e çto e kena një mësim që e nina shpesh herë, qofti politikanëve dhe këtyve njerëzve me pozita. A dini se është ndaluar me thon zoti filani, e kupton, zoti i nderuar. Jo. Do ti të ndalohet me përmend zoti për dikë pi njerëzve. Zoti jot është veç Allahu azza wa jall. Do të thonë, ti zguxon dikujt mi thon zoti, do të thonë zoti im.
në këtë rast i bje. Mund është me thonë zotëri, sa është zotëri, ama jo me thonë zoti, se disa e këtë shkuptojnë, ative që i ka met pikë komunizmit, e kam përdor këtë, zoti Stalin, zoti Tito, do të thonë ju ka met kjo shprehi, këtu ndalot rrepsisht në islam. Do të zgudzon e përdor këtë si terminologjie. Pejgamberi alayhis salatu wasalam, edhe pse ato ishin robrit e tij, do të thonë këtë rast, po tha mos i thirrni robri, se ne gjithë njerëzit jena robër të Allahut azza wa xal. E pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk u zemronte me ato, edhe nuk u nervozoi kë. Për shembull, transmeton Anas ibn Malik se Muhamedi alayhis salatu wasalam kishte sjellje të mira midis njerëzve. Një ditë e ngarkoi, për shembull, para mendone, e ngarkoi Anas ibn Malikun, tha, shko çovani porosi. Enesi u nis edhe për udhë i pa do fëmijë të lut, u nal mi këshira ato fëmijë. Edhe në moment erdhi pejgamberi alayhis salatu wasalam prej mbas, thotë edhe mkapi, thotë kur mkapi u tuta, thotë po kur ja pash fytyrën pejgamberit alayhis salam tu kesh pejgamberi alayhis salam. Edhe më tha, o Enes, a los shkoj me sos punën a. Do të thonë, nuk ka një jashtë për edhe mu nervozu, qyshu ti turnova, ti alos ki shku. Ja, ka qenë i butës, se me butësi ka arrit mi zgjidh punë pejgamberi alayhis salatu wasalam. E Muhamedi alayhis salatu wasalam asnjëherë nuk ka çu dorë mbi shërbëtorët e tij. Për shembull, transmeton Aisha radhiyallahu anha, do të thonë se në tre kategori pejgamberi alayhis salam s'ka çu dorë, te shërbëtorët e vet, te gratë e veta dhe te fëmijët e vet. Do të thonë këtu e kena një mësim tjetër. Kjo është, do të thonë, ky hadith është e kundërta e shumë njerëzve. Shumë njerëz sot mendojnë se qyteti i zgjidh punët. Pejgamberi alayhis salam na e ka dëshmuar se qyteti si zgjidh punët. Qyteti veç i vështirëson punët. Muhamedi alayhis salam na ka mësuar se automatikisht, çfarë mësimi pejgamberi alayhis salam, na ka mësuar Resulullah alayhis salam se ajo që ti fol me butësi, se sjellja jote e mirë, shumë më shpejt e zgjidh një problem se sa qyteti. Me qytek mund është me zgjidh që tutët, ama ti me qytek nuk mund është me zgjidh sa të të respektu. Për këtë arsye sa ma largë dorën karshi punëtorëve të juve edhe karshi ative që i keni në ndikimin e juve. E pejgamberi alayhis salatu wasalam, edhe këtu i kena inshallah dy pikat e fundit. Pejgamberi alayhis salatu wasalam e ndaloi padrejtësinë ndaj atyve. Për shembull, transmeton Ebu Mesud el-Bedri, që kjo hadith ishte interesant i pejgamberit alayhis salatu wasalam. Transmeton Ebu Mesud el-Bedri ku thotë, isha të errej me kam gjik robin tem. Para mendo, të errej me kam gjik robin tem, thot edhe prej mas e nita një za, edhe ma bajke dije o Ebu Mesud. Ama qa që isha nervoz të errej, nuk nisha kur gjo. Veç kur e pash, u afru pejgamberi alayhis salatu wasalam gatmu. Edhe kur mu afru pejgamberi alayhis salatu wasalam, e fuga kam gjikin. Edhe pejgamberi alayhis salatu wasalam tha, dije o Ebu Mesud, se Allahu ka mundësi ma shumë mbi ty se sa ti ke mundësi mbi robin tënd. A di çka i bie çiki hadith? Kur e komentojnë dietar thoi që Allahu azza wa xal ka mundësi mbi ty ma shumë me dënu ti sa ti mundesh me dënu robin tënd. Do të thonë, çiki që Ebu Mesudi thot prej kur ma tha pejgamberi alayhis salam që këtë fjalë kur mos e kam rrej asnjëherë robin tem, edhe realisht punëtorin tem. Nuk është fuqi edhe trimni, tregohesh i pa drejt, do të thonë, ndaj atyve që i kenë nën autoritetin tanë. Nuk është fuqiti me rrej punëtorin tanë. Sa aja punëtor, aja hallexhia i ka ardhur me marrë një rrok prej teje. Nuk ka ardhur me hang qytek me marrë qytekin prej teje. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salam ja përkujtoi Ebu Mesudit ku i tha që o Ebu Mesud, para mendo ti kur gabon karshi Allahut, Allahu me dënu ti çdo gabim kur e ban ti. Si ti ishte duk kjo pjesë? E për këtë arsye dashur besimtar, krenari nuk është me dominum mbi punëtorin tan. Krenari është me ngrit ti pak punëtorin tan. E robi tash është, edhe kjo pika e fundit dashur vëllezër besimtar, robi hakmerret ndaj zotërisë. Këshirne. Punëtori, sigur sot i bie kjo me përkthyeshit, punëtori me rrej gazdën. Transmeton Muawija ibn Suwaid, thot, im shova një dit, punëtorit tem, robit tem. Thot, pastaj shkova edhe u ktheva, do të thonë shkova, u ktheva, edhe erdha para namazit drekës. Masi e marrum namazin, thot, baba jem, do të thonë baba i kujna, i Muawijës, më thiri mua dhe e thiri shërptorin, edhe i tha shërptorit, më shoja, qysh ta kam shu. Edhe u çudit, do të thonë shërptori më herë, thot, s'është me kjo normale, kupton. Tha jo, tha si jam shoj. Më shoja mere hakin. Tha jo sa më shoj. Kisasi hakmarja nuk merret në shuplaka. Kisasi hakmarja ka forma tjera, do të thonë kur mundesh të më marr hakin. Edhe në këtë rast, do të thonë shërptori i tha, nuk jam tu ta mshuj, jam tu ta fal. Masi ja fali, baba, do të thonë ky baba i Muawijës thot, ne pasarësit
e Makarinit, një fisit Makarin, thot e kishim një shërptor gjatë kohës së Muhamedit alayhis salam. Para mendon me çket. Një ditë, njëri nga ne, njëri prej neve jam shoj, do të thonë shërptorin, edhe shkoi te pejgamberi alayhis salam, i shkoi Muhamedit se e kena rrej shërptorin. Muhamedi alayhis salam tha lirone atë, do të thonë lirone. Atëra ka shtrenjt me liruni rrot, nuk ka kam punë lehtë. E pastaj reagoi një antar i familjes tonë, tha, dhe ai shërptori ishte shërptori jon i vetëm, do të thonë punëtori jon i vetëm, e Muhamedi alayhis salam tha, punsone mana atë, por në momentin që s'u dohet lirone. E do të thonë Nevoviu thot për këtë hadith, thot fjalia mshoj siç të kam shu, do të thonë ishte për qëllim jo me marrën hak, po ishte për qëllim që mi thon punëtori që zemra jote, para mendone, zemra jote të rahatohet. Edhe këshilla e fundit, cila ka qenë pejgamberit alayhis salam. Do të thotë hadithi pejgamberit alayhis salam, ku transmeton Anas ibn Malik thot, këshillat kryesore të Muhamedit alayhis salam ishin kur ishin shtratin e vdekjes. A keni pa kur e ngon fjalën e babës së nanës mas mirti? Kur është shtratin e vdekjes, kur ta lën ai emanet, e kupton? Thonë çajo është fjala që ti e ngon mas shumë. Çka tha pejgamberi alayhis salam në shtratin e vdekjes? Tha namazi, edhe keni frikë atë cilën e keni dorën e djathtë. Dorën e djathtë i bie ato që i kin kujdesin tan, gruajën tanë, punëtorët e tu. Do të thonë pejgamberi alayhis salam ta kalon emanetin e fundit që ti më kujdes shumë për punëtorët e tu. Andaj ne lutem Allahun azza wa jall që Allah azza wa jall na mundsojë që të jena drejtë dhe të sinqert me punëtorët e tonë, edhe për fund ta dini që nesër ka ligjërat për gjinin femërore, do të thonë pas namazit drekës, këtu te njëjta xhami, do të thonë tetën edhe dillën, do të thonë çdo tetë edhe dille ka ligjërata për gjinin femërore. Allah ju shpërblet për ndëgjimin wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.